Themi drejt për drejt, tani jam në një tjetër intervistë, jam lidhur në Gjermani me mjekun shqiptar që jeton dhe punon atje, Erion Dasho. Zoti Dasho, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Ne kemi folur shumë herë bashkë, kemi folur për problemet të shumta që ka vendi, për skandalet ndryshme, korrupsioni, apo për projekte të mëdha, për fshira të shëndetësisë, që janë shoqëruar gjithnjë me pikpyetje edhe me kontestime. Kemi folur edhe se si shoqëria shqiptare nuk po reagonte dot ndaj këtij realiteti. Sot ka 2 javë që shoqëria shqiptare I ka çuditur gjithë, ka çuditur dhe veten e saj ndoshta, sepse po del me numra gjithnjë më të mëdhenj në rrugë, në Tiranë dhe kudo, dhe ajo që bie në sy është edhe një aktivizim I paprecedent I diasporës shqiptare, të cilët janë mbledhur në qytetet e tyre, edhe në Berlin sot ka patur një protestë, në Vjenë ka pasur një protestë madhe, në presim të nisë një në Rom, dhe kanë ardhur madje, kanë marrë avionin dhe kanë ardhur që të protestojnë në bulevardin e Tiranës, vetëm që të I bashkojnë dhe të ndjejnë atë atmosferën që ka Tirana gjatë këtyre 2 javëve. Çfarë ka ndodhur, si e shikoni ju prej andej atë që po ndodh këtu në Tiranë dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, por edhe atë që po ndodh me diasporën shqiptare në botë? Por për herë të parë kemi një njësim të gjithë shoqërisë shqiptare, kudo që ndodhet, qoftë në Shqipëri, qoftë në vende të tjera të botës, sidomos edhe në diasporë, sepse është ajo që thon arabët, një proverb arab, thot kur e ngarkuan deven, më shumë se çmbante, dhe u desh vetëm një fije kashte më vonë që t'i thyente shpinën. Pra, populli shqiptar pas 13 viteve, skandale, hajdutëri, aleancë me narkotrafikun, kur Shqipëria u shpopullua dhe më shumë se 1.2 milion shqiptar janë dëbuar nga vendi, kur ka një qeveri që nuk mendon në asnjë moment për të mirën, për zhvillimin, për shëndetësinë, për arsimin e këtij populli, por mendon vetëm për t'i larguar ata me qëllim që të ketë mundësi të zhvillojë aferat e veta korruptive sa më e qetë që të jetë mundur. Pra, në këto 13 vjet, populli më në fund arriti pika e ngopjes dhe unë gjykoj se më tepër se protesta ndaj një projekti të caktuar, I cili në letra mund të jetë edhe pozitiv për Shqipërinë, është një ngopje e shoqërisë shqiptare, qoftë në Shqipëri, qoftë diasporë, me zullume një kryeministër I cili ka personat më të afërt të vet, ose në burg, ose që kanë kryer burg, ose në arati, ose I mbron me çdo kusht përballë drejtësisë, siç ndodhi me ish zëvendësministrin Balluku. Pra kemi një situatë ku populli e ka parë qartë hajdutërinë, ku hajdutëria tashmë është e provuar, nuk është më e dyshuar, nuk janë më akuzat të opozitës, po janë prova që japin organet e drejtësisë, që për të qenë të ndershëm deri diku kanë qenë dhe në influencën e qeverisë, pra tregon që zullumi është trashur aq shumë sa edhe kjo drejtësi e cila deri tani ka qenë në hyshmin e qeverisë, e ka të pamundur të mbyllë syt dhe është duke marrë masa të cilat shkojnë direkt kundër kësaj qeverie. Në këto kushte e gjykoj, ka arritur pika e ngopjes dhe këtë po e shohim sot edhe në rrugët e Tiranës, por edhe në rrugët e qyteteve dhe kryeqyteteve të tjera europiane. Po, kjo duket se ka tashmë një bashkim të mendimit dhe veprimit edhe me BE-n atje dhe me shqiptarët atje. Po, qëndroj pak tek shqiptarët e diasporës, tek ata që janë larguar, se ata po kanë një komunikim të drejt për drejt tani në këtë protestë. Zakonisht në njerëzit që ikin nga vendi, I kemi quajtur si të shpëtuar. Në para I themi njeriu sa gjunaf pas ke ikur në Gjermani për të jetuar. Më shumë na vjen gjunaf për veten që kemi mbetur këtu. Këtë herë është zëri I tyre që ne quajtëm të shpëtuar, që po kthehet me shumë forcë, po thonë na keni përzën, është kudo është kjo parulla, ndjehemi të përzën nga vendi. Dhe këtu ka një përplasje të fortë dhe ka një gisht që tregon fajtorin se nga kush ndjehen ata të përzën. Kështu që ne mendoj që do të flasim edhe për këtë ndjesinë, atyre njerëzve që duket se kanë gjetur vende ku jetohet më mirë, me punë më të mira, po prap nuk ju harrohet kjo që ndjehen të përzën nga vendi i tyre.